Shikuesi Vision Plus, përshëndetje. Do të njihemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme shtikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti ka qenë me alternime bradësirash, mesatare deri të dendura dhe intervale afat shkurtra kthjellimesh. Rishit e shiut kanë qenë prezente me intensitet të ulët të karakterit lokal për orëve të para të 24 orëshit deri në orët e 5 ditës në jug të territorit. Rishit e dëborës kanë qenë prezente me intensitet të ulët në relievet malore në juglindje në lartësit mbi 1200 metër, ndërsa era ka fryrë me drejtim nga lindja dhe verilindja me shpejtësi mesatare 14 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 2 deri në 3 ballë. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 2 deri 13 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 7 deri 17 gradë dhe në Bregdet nga 6 deri 17 gradë Celsius. Për ditën e premte, vendi ynë pritet të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe alternime vranësirash mesatare, lokalisht deri të dendura në zonën veriore dhe lindore të territorit. Era do të frymë me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi 7 metër për sekond, në Bregdetin jugor, era do të fitojë shpejtësi deri në 14 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 2 deri në 3 ballë. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga -1 deri 14 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 3 deri 18 gradë dhe në Bregdet nga 4 deri 18 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, do të kemi mot me alternime kthjellimesh dhe vranësira në relievet malore. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij parashikohet të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare hera herës deri të dendura, ndryshe paraqitet moti në brigjet e Egjeut, lokalisht edhe në Europën lindore dhe pjesërisht dhe në Gadishullin Iberik, ku moti parashikohet të jetë me vranësira me reshë shiu me intensitet të ulët lokalisht deri mesatar. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë ju takofshim.